Ambassador. Minister Spiropali, Ambassador Velaj, Ambassador Velaj, Ambasador e Francës, e dashur Katerin, të dashur kolegë, zonja e Zotrinj. It's a pleasure for me. Për mua është kënaqësi që gjendem këtu dhe një nder të marr pjesë në këtë dialog si provë e asaj çfarë përmendi ambasadori, që është marrëdhënia e fortë e cila bashkon Shqipërinë dhe Spanjën. Do ta përqendroj sigurisht fjalën tek arsyeja për të cilën jemi mbledhur këtu sot, që është të diskutojmë çështjen më të rëndësishme për Shqipërinë në kohët aktuale, që është përfundimi i procesit për të bërë antar e Bashkimit Evropian me shpresë në 2030-ën. Rruga deri tani ka qenë e gjatë dhe jo pa vështirësi. Shqipërisë ju dha statusi kandidat në 2014, megjithatë, për shkak të mungesës së ecurisë përparimit, pati një lloj frustrimi, jo për shkak të mos përmbushjes kushteve nga Shqipëria, por për shkak të një lodhjeje nga Bashkimi Evropian. Mund t'i kujtojmë fjalët nga ish-presidenti Juncker dhe komisioni i tij kur ai deklaroi që në mandatin e tij nuk do të kishte zgjerim. Në vitin 2022 u hasa me një agresion të pajustifikuar kundër Ukrainës dhe kjo që e një zile zgjimi për Bashkimin Evropian. Zgjerimi nuk u perceptua më si një barë e mundshme, por si një nevojë geostrategjike që do të sillte përfitime të qarta edhe për Bashkimin Evropian. That clear thinking was recognized in the Granada Declaration. Në fakt, në tetor 2022 u njoh deklarata e Granadës që parashikonte se zgjerimi i BE-s ishte një investim strategjik në siguri, në stabilitet dhe në prosperitet. Një dritare mundësie u çel për vendet e rajonit dhe Shqipëria në mënyrë vendimtare e kapi këtë mundësi. Përparimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Dhe vitën e kaluar pam që u arrit çelja e të gjithë grup kapitujve urime Shqipëri. Kemi 2 vite kritike negociatash përpara nesh dhe Shqipëria duhet të vazhdojë të ecë në mënyrë vendimtare me procesin e reformave që ka nisur. Për këtë, Shqipëria do duhet të vazhdojë me përpjekjet e jashtëzakonshme që ka bërë deri më tani, sidomos sa i takon grupkapitullit themeloreve, sundimit të ligjit dhe sidomos në fushat si reforma në drejtësi dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Spanja i ka mbështetur këto përpjekje jo vetëm politikisht, por edhe në nivele praktike, kryesisht përmes projekteve të financuara nga BE-ja, si BE-ja për drejtësi dhe BE-ja për ready to continue supporting them with our experience and expertise whenever Albania sundimin e ligjit. Natyrisht që ne jemi të gatshëm të ndihmojmë sa herë që Shqipëria të mendojë të jetë dobishme për këtë qëllim. Kjo është fryma zonja e Zotrinj. Bashkëpunimi me 2 vendeve mike që ndajnë të njëjtin objektiv, që Shqipëria të bëhet sa më shpejt një anëtare e BE-s. Nevertheless, megjithatë, kjo nuk do të ndodhë se Bashkimi Evropian do t'ia dhurojë këtë Shqipërisë, por sepse Shqipëria e meriton me të drejtë përmes optikës të procesit bazuar në merit, mbështetur në përpjekjet e bëra nga qeveria, nga administrata, e nga gjithë klasa politike në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe nga gjithë shoqëria. Edhe një herë ne inkurajojmë këto përpjekje. Siç të gjithë e dim, zonja ministre, megjithatë kjo është vetëm një pjesë e historisë. Përpjekjet tuaja që ne do t'i mbështesim, por pas përfundimit të negociatave me shpresë në 2027 duhet nënshkruar një traktat antarësimi që do të ratifikohet nga 27 vende anëtare. Traktati antarësimi vlen të përmendet që kryeministri Rama, që për fat keq nuk është këtu, por i kuptojmë arsyet. Pra ideja e kryeministrit Rama për të kufizuar kompetencat apo fuqitë e vetos për antarët e rinj, natyrisht nuk mund të jap një opinion zyrtar për këtë propozim, por mund të jetë diçka për të marrë në konsiderat, sidomos në kontekstin që duhet ta njohim të paktësisë të
pamundësisë të OBE-s për të çuar përpara reformat e nevojshme për të siguruar që organizatat funksionojnë në mënyrë efikase, ndërkohë që numri i anëtarëve rritet. Kjo është një çështje të cilën kryeministri i Spanjës e ka mbrojtur në mënyrë të vazhdueshme. Së dyti, për proceset e ratifikimit. Duam të jemi besim plot që do të ecin mirë në të gjitha shtetet anëtare, por duhet të jemi të vetëdijshëm që peizazhi politik në Europë po bëhet gjithmonë më kompleks, me një prani të dukshme të partive populiste në parlament, sidomos të së djathtës ekstreme, që mund të kenë tundime kundër zgjerimit, për të mos folur për faktin që në disa vende të BE-s mund të nevojitet mbajtja e referendumeve. Për këtë arsye, jam i bindur që në këtë fazë, ashtu siç ju, zonja ministre, në cilësinë tuaj të mëparshme si kryetare parlamentit, diplomacia parlamentare është më e rëndësishme se kurrë dhe në rastin ton po punojmë ngushtë me ambasadorin shqiptar në Madrid për të rritur numrin e kontakteve midis dy organizmave tona legjislative. Përveç kësaj, është e nevojshme të vazhdohet punohet me opinionet publike në Europë në mënyrë që të zvoglojmë të gjitha ato perceptimet negative që qytetarët mund të kenë për zgjerimin. Në fakt, mos më keq kuptoni, nuk jam i shqetësuar për vendin tim Spanjën, që sipas sondazheve të fundit ka një nivel të lartë pranimi për zgjerimin mes qytetarëve, që do të thotë në spanjollë duam që Shqipëria dhe vendet e tjera të jenë së bashku në Bashkimin Evropian sa më shpejt të mundur, sepse ne, si qytetar, jo vetëm qeveria, por dhe ne, si qytetar, ndjejmë se jo vetëm do të sjellim dobi, por edhe do të marrim dobi nga qytetarët shqiptar në Spanjë në një kuadër të përbashkët begatie. Megjithatë, kjo është një përpjekje kolektive, të cilit ndaj së cilës ne jemi të përkushtuar për të shpjeguar dobit për anëtarët, jo vetëm për anëtarët në vetvete, por për të gjithë Bashkimin Evropian. Më lini ta përmbyll, zonja ministre, të nderuar pjesëmarrës publikut, duke sjell në kujtes se këtë vit përveç 40 vjetorit të vendosjes marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Spanjës në 1986-ën, Spanja po kështu premton edhe 40 vjetorin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Për Spanjën, ky ishte një moment i shënuar që gjatë viteve ka ndihmuar të sjellë Spanjës konsolidim të demokracisë përparuar, një ekonomi të zhvilluar dhe një shoqëri moderne e të gjallë. Uroj sinqerisht që kështu do të jetë edhe për Shqipërinë kur të bëhet anëtare BE-s, duke besuar që gjitha këto përpjekje do të sjellin frutet shkëlqyera në dobi të qytetarëve të këtij vendi të mrekullueshëm. Faleminderit. Është një nder të marr fjalën sot për krajush në këtë qytet të bukur të Florës. Në diell. Le soleil de l'Europe, bien sûr. Dielli i Evropës, sigurisht. Cette réunion témoigne de l'importance capitale për rëndësinë kapitale të këtij dialogu në momentin kur Shqipëria po përgatitet të kapërcejë etapat më decisive drejt familjes sonë të përbashkët. Siç e dija se Gabrieli do thoshte gjithçka duhej dhe jam plotësisht të njëjtës mendje me të, jemi shumë të afërt në pozitën tonë ndërmjet Francës dhe Spanjës për mbështetjen e vërtetë ndaj Shqipërisë, mendova se nuk do të përsërisja të njëjtat gjëra. Dhe të përpiqesha më fort që titulli i këtij forumi, që flet për disa hapa ende që duhen kryer deri në integrimin, do të më lejonte të zhvilloja temën e ecjes të hapave në fjalën time. Sigurisht bëhet fjalë, ne jemi francezë, bëhet fjalë për ecje përpara dhe për të shkuar drejt qëllimit, atë të Bashkimit të Evropës sonë. Së pari bëhet fjalë të njohim rrugën e përshkruar. Në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, askush nuk mund të dyshojë se Shqipëria ka kryer hapa gjigant.
Nga reforma e drejtësisë tek digitalizimi i shërbimeve, nga forcimi i institucioneve te modernizimi i ekonomisë, nga mbrojtja e qytetarëve te mbrojtja e natyrës, nga angazhimi për sa i përket stabilitetit dhe sigurisë tek harmonizimi me politikën e jashtme, arritjet e Shqipërisë në konvergimin e saj evropian janë të konsiderueshme. Janë këto arritje që na japin besimin ne të gjithëve së bashku, sepse të gjitha vendet anëtare kanë vendosur të hapin të gjithë kapitujt e negociatave që përshkojnë këtë rrugë. Dhe pikërisht për këtë besim, presidenti i Republikës Franceze, Emmanuel Macron, erdhi të dëshmojë gjatë 2 vizitave të tij të fundit në Shqipëri. Këto vizita i dhanë marrëdhënies son dypalshme një ritëm të pandërprerë, në fakt një ritëm të ngjashëm me atë të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Sepse Shqipëria nuk bën vetëm ecën drejt Evropës, ajo e përshpejton apo më saktësisht ajo e shtrin hapin. Në fakt, reformat e ndërmarra janë hapa të mëdhenj strategjik që e transformojnë në thellësi fizionominë e Shqipërisë, duke e bërë më afër, më familjare, më të përputhshme, më të lidhur, më të integruar me Evropën tonë. Franca e mbështet të dinamik integrimi gradual dhe me ritën e saj transformuese. Në mënyrë që ky transformim të jetë efektiv, duhet të zbatohet në mënyrë të vendosur në çdo etapë. Franca synon plotësisht ta mbështesë këtë dinamik, sepse të kontribuar në të, ne do të zhvillojmë interesa të përbashkëta. Pikërisht për këtë ne kemi nënshkruar një marrëveshje ndërqeveritare në 2024, zbatimi i tij duhet të vazhdojë sërish. Atëherë cilat janë, sipas termave të zgjedhura për të forum, ata hapa të fundit që kanë mbetur për të hedhur. Të gjithë ata që bëjnë eci e dinë, kilometrat e fundit janë më të vështirët. Më të vështirët, por edhe më entuziazmuesit. Rrugtimi i antarësimit në Bashkimin Evropian nuk bën përjashtim. Ne po arrim në momentin kur rruga po bëhet më e vështirë, aty ku çdo hap matet nga indikator të saktë. Këto piketa nuk janë pengesa, por janë pika ngulitjeje të integrimit tuaj të ardhshëm. Ajo që është e thjeshtë është se këto indikator shënojnë një drejtim të vetëm. Nuk ka rrugë të tërthorta në akin komunitar. Sa po indikatori miratohet, sa po hapi vendoset, ai duhet të jetë përgjithmonë i tillë. Është garancia e kësaj pakthyeshmërie që e bën Shqipërinë një partner në të cilin Franca dhe Evropa mund të mbështeten. Dhe lidhur me këtë, Franca është krenare që sjell ekspertizë dhe përvojë veçanërisht në fushën gjyqësore dhe dëshiroj që kjo të vazhdojë kështu deri në antarësim dhe më pas. Një mësim tjetër nga ecja. Në rrugë të vështirë është më mirë të qëndrosh i bashkuar për të mos ta humbur rrugën. Dhe për këtë, s'ka asgjë më të mirë se busulla strategjike, evropiane sigurisht. Rruga nuk është e mbrojtur nga stuhit, përballë erave në drejtim të kundërt që përpiqen ta coptojnë kontinentin ton. Renditja, linjëzimi i Shqipërisë në politikën e huaj të jashtme të përbashkët është busulla jonë më e mirë. Në këtë botë të paqëndrueshme, të jesh evropian është të jetë i parashikueshëm, besnik dhe i vendosur. Shqipëria tregon një qartësi shembullore, veçanërisht përballë agresionit rus në Ukrainë. Franca nuk haron gjithashtu forcën e angazhimit të Shqipërisë kur ishte në Këshillin e Sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Nuk ishte thjesht një vend, ishte një demonstrim. Ai i një kombi të aftë të çojë vlerat e paqes dhe të drejtës ndërkombëtare në nivelin më të lartë. Kjo koherencë, kjo vendosmëri duhet të shënojë rrugën e brendshme të Shqipërisë. Në këtë detyrë, të gjithë aktorët dhe përshëndes tu antarët e parlamentit, të gjitha institucionet, të gjithë përbërësit e shoqërisë duhet të veprojnë edhe këtu së bashku dhe me përgjegjësi të plotë.
Për ta mbyllur, do të lejoni të kujtoj një filozofi thelbësore të ecjes. Të mësosh në rrugë sipër. Ky përshkrim i aki evropian, i aki komunitar, nuk është thjesht një përputhje birokrafike. Është një përvojë transformimi të thellë, duke e vijuar Shqipëria zbulon vetveten dhe thellon vizionin e saj për Evropën. Franca është për krajush, jo për të ju numëruar hapat, por si një partner rruge që e di se forca e një bashkimi nuk matet vetëm në ditën e nisjes dhe ditën e mbritjes, por në solidaritetin e lidhur në çdo kilometër të kryer së bashku. Le ta mbajmë gjithmonë në mend se Bashkimi Evropian nuk është një destinacion, pa ajo vetë është në lëvizje. Për ju, si dhe për ne, sot dhe nesër, bëhet fjalë të mësojmë duke ecur, të mbrojmë gjithmonë e më mirë vlerat tona, të forcojmë unitetin ton, sigurinë ton dhe sovranitetin ton.